tha Shemet. Ligji dëhëtallja është e tinkur, drejtësia lihet peng nga aludimet dhe pushteti hesht. Në një shtet normal, drejtësia ecën mbi fakte, jo mbi thashetheme. Në një shtet të kapur, thashethemet zëvendësojnë transparencën, sepse institucionet refuzojnë të flasin qartë. Pikërisht këtu ndodhet sot Shqipëria. Teksa në hapësirën publike, qarkullojnë pretendime tronditëse mbi çiftin Veliaj Xhoxha, paraburgimin, vizitat e lejuara dhe madje edhe skenar juridik që lidhen me shtatzënie dhe vrima ligjore. Le ta themi qartë që në fillim, pretendimet që qarkullojnë nuk janë të verifikuara nga institucione publike. Askush nuk ka dalë të vërtetoj apo të përgënjeshtroj. Dhe pikërisht kjo heshtje zyrtare është problemi më i madh, sepse kur shteti nuk flet, narrativat marrin jetë, ndërsa besimi publik shembet. Aludimet që qarkullojnë, dhe pse janë simptom e një krize më të thellë. Në ditët e fundit janë përhapur zëra se bashkëshortja e një zyrtari të lartë në paraburgim mund të jetë shtatzën, dhe se kjo gjendje, sipas aludimeve, po përdoret si argument për të hapur rrugë lirimi nga paraburgimi. Janë përmendur madje edhe procedura mjekësore jashtë regjimit të vizitave të lejuara, duke ngritur dyshime mbi trajtim preferencial, përfitim nga boshllëqe ligjore dhe tallje me qytetarë. Përsërisim, këto janë pretendime në hapësirën publike, por në një demokraci serioze, mjafton ekzistenca e tyre për të kërkuar sqarim të menjëhershëm institucional. Në Shqipëri, kjo nuk ndodh. Heshtja e institucioneve është ftesë për mosbesim. Prokuroria nuk flet. Administrata e burgjeve nuk sqaron. Ministrit përkatëse heshtin. Edhe vetë personat e përfolur nuk sqarojnë publikisht. Kjo heshtje prodhon një perceptim fatal. Ligji nuk zbatohet njësoj për të gjithë. Kur qytetarët shohin se përta rregullat janë të hekurt, ndërsa për pushtetarët elastike, lind dyshimi se jo vetëm ligji, por edhe morali publik është kapur. Ligji nuk duhet të ketë vrima, sidomos për të fortët. Nëse legjislacioni shqiptar lejon që situata familjare, reale ose sajuar të përdoret për të ndikuar masa sigurie, atëherë problemi nuk është individi, por sistemi. Masat e sigurisë penale nuk janë çështje sentimenti apo skenari familjar. Ato vendosen mbi rrezikun procedural dhe prova. Çdo përpjekje për t'ia anashkaluar ato, reale apo e perceptuar, është goditje direkte ndaj shtetit të së drejtës. Tallja publike me drejtësinë, reale apo e ndjerë, edhe nëse pretendimet rezultojnë të pavërteta, vetë perceptimi se drejtësia po tallet është shkatërues. Shqipëria vuan jo vetëm nga korrupsioni, por nga bindja kolektive se gjithmonë gjendet një rrugë për të shpëtuar. Dhe kur kjo bindje lidhet me emra të njohur, pasoja është shterimi përfundimtar i besimit publik, qeveria dhe përgjegjësia morale. Në çdo shtet evropian, kryeministri do të kërkonte sqarim të menjëhershëm nga institucionet. Në Shqipëri, gjithçka relativizohet, sulmohet si shash politike dhe harrohet. Kjo sjell një pyetje të pashmangshme, se pushteti nuk ka interes ta mbyll këtë kapitull me transparencë totale. Drejtësia duhet të flasë tani. Ka vetëm dy rrugë: sqarim publik, dokumentuar, transparent, që përgënjeshtron zërat dhe rivendos besimin. Heshtje që i ushen edhe më shumë dhe e kthen drejtësinë në objektallje. Çdo ditë që kalon pas sqarim është humbje për shtetin. Nuk ka rëndësi, thashë themi. Ka rëndësi reagimi. Kjo histori nuk ka të bëjë vetëm me një çift, një rast apo një paraburgim. Ka të bëjë me një shoqëri që ndihet e tallur në mes të ditës. Nëse institucionet nuk reagojnë, qytetarët do të besojnë më shumë thashë themin se sa ligjin. Dhe atëherë, problemi nuk është më drejtësia, është shteti vetë. Shqipëria nuk mund të ecë drejt Europës duke lënë hapësirë që dyshimi të zëvendësojë transparencën dhe heshtja të zëvendësojë llogaridhënien. Sepse në fund, drejtësia që nuk flet, humbet.